park, fillojnë debatojnë, njëri e gjun tjetrin edhe hedh për tokë, e gjun keq edhe e vret. Vjen mami i kësaj që ka gjujt, apo i këtij, pak rëndësi ka, e merr dhe i thot tashi do ikim shtëpi. Edhe e merr dhe ik gjithë nerva, e acaru me mami normalisht sepse shqetësohet për fëmin tjetër, kërkon falje ndoshta mamit tjetër, e thot ndjen shumë keq, edhe e çon e acaru me fëmin shtëpi, edhe e bën mundi faj normalisht sepse ka bërë diçka jo okay, edhe nuk ka është okay me gjujt tjetrin, po ç'a ndodh, ç'a do me pas parasysh të? Pse kjo sjellje edhe pse duket shumë okay, sepse mami shqetësohet, bën ato që ndoshta na vjen pak si instinkt gjithave, pse nuk është okay me kalimin e kohës. Një fëmijë që eviton gjitha këto gjana, gjitha këto konflikte, që kur bëhet adoleshent, okej, ka me u mundu me evitu konfliktet, po nëse ka me u ndjesh shumë keq nëse se ik, sepse ndjet ndoshta ai dështaku që ka frikë dhe i bën me kuptu, i bën me besu që ti nëse ik je dështak e ke frikë, okej, nëse e ka këtë, edhe ka pas nesër kur të rritet ka me u gjend një situatë tillë, jo vetëm me shtyn tjetër, po mundet me bë diçka shumë më të keqe. Okej? Prandaj ne duhet me kuptu si me menaxhu këtë situatë. Edhe situata e gjaja parë që është të sigurt që s'do të me bërë, nuk është me marrë fëmin edhe me ik. Okej? Ç'a duhet me bërë në këtë situata? Duhet me ju afru, me i thonë fëmijës që nuk është okay ajo që ke bërë. Nuk është as pak okay, ç'a do që të ketë ndodhur, nuk është okay, ti s'mundesh me prej tjetrin. Tani më trego se ç'a ndolli. Edhe fëmija fillon me tregu situatën, fillon me tregu atë që ndolli, e normalisht fillon me shpjegu që ky i ka bërë diçka, ky i ka bërë diçka tjetër, etj. Edhe ne duhet me bërë diçka, e para punës, mos me ndërhy në çështjen që kanë këtë fëmijët bashkë. Nuk jena gjyqtar, jena aty si puna e arbitrit. Edhe arbitri nuk ka si qëllim me gjetë fajtorin, po me tregu kush ka drejt, kush s'është okay, kush ka bërë diçka okay, kush s'ka bërë diçka okay, ku është limiti, ku këtu nuk duhet me këtë gjë nuk duhet me bë, kjo tjetra lejohet, okay? Edhe ne jena aty si arbitër. Pra, okay, ti si je dakord me atë që të tha, sepse tha diçka shumë keqe, ti s'mundesh me i ra gjithsesi. Atëherë si mundesh me, ç'a mundesh me i thënë, si mundesh me i përgjigj, si mundesh me i përgjigj herën tjetër, thuja tani. Pra, ne duhet me mësu, okay, me lanë fëmijët në konflikt, duhet me mësu me qëndru në konflikt. Jo vetëm me lanë fëmijët në konflikt, po me qëndru ne jena të parë që kena frikë me nejtë në konflikt. Në konflikt sidomos ato të mrenshme, pra ne njerëzit vujnë sot sepse kanë frikë me përballu ato konflikte të mrenshme. Atëherë, unë i mësoj fëmijës me nejtë konflikt edhe jo me ik. Qa munesh me këthy përgjigje? Jo, filloj kështu e bani kështu e më thajmë, bla 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 bla. E të qëndrën aty në që ose filloj mundzeti e s'poston, jo, që munesh me prek, munesh me fol. Edhe provon që ose arrin me thonë diçka tjetrit, okay, për këndvështrimin e tij, sepse normalisht ngatrohen sepse janë tu ngatru për diçka, dikush thot diçka, dikush thot diçka tjetër, jo ka mund drejt, jo ke ti drejt, s'bam edhe përplasen. Pra, ne do të mësu fëmijës që tjetri mundet mos me menu se ti. Ti munesh mu mundu deri në pikë të fundit me ndryshu mendje, po s'munesh kurrë me prek, me gjujt, edhe me përdor dhunë. Ti munesh me u acaru, ke drejt me bërtit për me thonë që ashtu ashtu si thu ti, ke drejt me bot tana, po s'munesh me prek, s'munesh me përdor dhunë. Edhe ne duhet me qëndru këtu për mu siguru që nuk kalon dhunë, edhe jo me zgjidh situatën, okay? Kështu që ne jena si ato vështrusa, si arbitri që ose ti e prek tjetrin është penalti, okay? Kështu që ke hup. Nuk duhet me leju me shku në penalti, duhet me leju me qëndru në konflikt sa ma gjatë, derisa ta zgjidhen, nëse zgjidhen, jo gjithmonë ka mu zgjidh, është krejt normale, rëndësi ka që fëmija me mësu me qëndru në konflikt
me debatu me dikën, mos me kanë dakord me dikën edhe mos me qujt, mos me përdor dhunë. Sepse për ndryshe ndodh ajo që thashma përpara, që në adoleshencë fëmia nëse e ndjen si mungesë force, mu largu atëherë ç'a ban, përdor dhunë, sepse unë s'du mu tregu i tokë, përdor dhunë, edhe ajo dhunë në adoleshencë nuk është një shtymje, por është marron. Kështu që të bëjmë shumë kujdes të mësojmë me qëndru në konflikt, edhe të mësojmë fëmijëve me qëndru në konflikt me fëmijë tjerë, sepse është një proces që duhet me e kalu se s'ban, është një mësim që duhet me e kalu se s'ban, e me i tregu fëmijës që ti mundesh mos me kanë dakord me tjetrin, ti mundesh me provu me jamu shmenjen tjetër deri në fund, edhe duhet me kuptu që jo gjithkohë me kanë dakord me ty, duhet me kuptu që ti nuk je gabim, por as tjetri sa është gabim. Ti mundesh me pas drejt, por edhe tjetri mundet me pas drejt. Kështu që mësoni fëmijët me qëndru në konflikt, e normalisht duhet me mësu ne në radhë të parë me qëndru në konflikt.